Zoti Burjani, po për sa i përket postimit të tij kur tha që do rikthehen për të marrë me Kosovën, ju çfarë mendoni që mund ndodh, si mund të merret, mund të kthehet pakti i shkëmbimit pra projekti, ideja e shkëmbimit të territoreve, pra si mund të merret? Po tash unë kam dëgjuar domethënë Trumpin në mënyrë jo të qartë për Kosovën dhe bën krahasime që s'kan kur që të bëjnë njëna me tjetër, për shembull me problemet e krizave ndërkombëtare që është Pakistani, India, ku kanë problem Kashmirin dhe dy shtete pretendojnë që Kashmiri domethënë është i tyre, ka probleme të tjera që nuk kanë kufangjashmëri me Kosovën dhe Serbinë. Ne kemi vetëm domethënë probleme midis dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, ndërsa s'ka shtete trete që është brenda. Unë mendoj që Trump vetëm e ka përmend shkaras e Kosovën, se jo që ka në par interesi për të sërish për të hyrë në këtë lojë dhe për të gjetur një farë zgjidhje, sepse e dini shumë mirë Kosova e ka më zgjidhje me sipas dokumenteve ndërkombëtare të Brukselit, por dihet është një marrëveshje të cilën palët thuhet e kanë pranuar në anën tjetër, asnjëna s'kan nënshkruar kurrë. Zoti Kurti vazhdimisht i ndra fjalë, Vučić s'është interesuar fare. Po domethënë për atë marrëveshjen e Brukselit, as po ndonjë një aneks tjetër ma bën që. Dihet se po në depres. A mund të thras të dy palët Kurtin dhe Vučićin në shtëpinë e bardhë apo? Një herë nuk besoj që ka kjo temë do del në randites në shebat kërkon heq. Ne jemi larg kësaj pune. Në momentin Amerika ka probleme të mëdha domethënë me lindjen, përkatësisht është e interesuar shumë të merret me paqen ndërkombëtare dhe me interesat e veta ekonomike. Ju dini dy segmente Trumpi ka sjell këto gjatë këtij mandati që ka marrë nga janari, ka dy situata. Të parën e ka zhvillimin ekonomik të hapshëm amerikan dhe vendosjen e tarifave tregtare ose shpallje luftës tregtare të gjitha vendeve të botës, dhe në anën tjetër luftat që nxitën në lindje, domethënë Amerika nuk u pozicionua ende drejt këtu. Pra unë po shpresoj që Amerika mos jetë neutrale në gjitha këto probleme, po të jetë më aktive, të ketë rol më aktiv. Nuk kam dëshirë që të ketë një luftë më të madhe. Po megjithatë që bëhet interesat e veta ushtarake në përbot ku janë, në qirin përsik dhe me tutje do t'i ruajnë, domethënë ato do të janë të gatshme të intervenojnë dhe ndërhyjnë kundrejt Iranit dhe kundrejt kujt do të shoh në lindje nëse rrezikon interesat ato geopolitike dhe geostrategjike të shebave në lindje apo kudo tjetër që është, sepse Amerika është mjaft e pozicionuar mirë ushtarakisht gati në të gjitha dimensionet gjeografike të lindjes dhe natyrisht është edhe aktive sa përket shikimit të çështjes së Tajvanit dhe problemeve që Kina mund të nxjerrë. Pra, Amerika është në të lashe të mblona, po mendojnë që ata duhet më marrë me neve dhe Trump ka thonë që do të merret me neve. Kjo është një farë spekulimi që bëhet sepse Trump vetëm ka përmend shkarazi dhe sa Hili veç e ka vulosur atë temë. Ka thonë Christopher Hill shumë ishte i qartë, domethënë po në Amerika përkase shebat nuk do të ndërhyjnë në raportet Kosovë-Serbi dhe do të zgjidhin vetë problemet. Ata po tregojnë ty që janë fort interesuar më marrë me ty, ndërsa këtu ka spekulacione të shumta që bëhen dhe do farë firma që dalin këto flasin pa lidhje, domethënë ka një farë vetë sa me bë diçka, sa me thonë diçka, sa me bë më interesant për ndryshe, unë kisha pas dëshirë që shebat të ndërhyjnë në këtë çështje dhe të ketë një dimension. Po nuk besoj që shebat do të merren tash me Kosovën, se a do të jetë Kosova, a mund të ndahet, as do të ndahet, as çka do të bëhet me Kosovën, Kosova s'ka nevojë as mu do as mu çdo, se Kosova është e pavarur, është unike, Bashkimi Evropian nuk le kur pa ndarje, kur pa zgjidhje përmes ndarjes, po këto janë prova të cilat fliken. Megjithatë, unë e shoh domethënë pasi që të përfundojnë këto problemet e mëdha me Iranin, Ukrainën, atëherë mund të vijë Kosova në shprehje dhe unë mendoj që do të ketë përcaktim të kufive, pra shebat do të angazhohen për përcaktim të kufive, por jo për shkëmbime territoriale, pra do të vendosen se ku janë kufit dhe hapi i dytë është njohja, pra do të merren me dy çështje, në përkufizimin teknik dhe gjeografik midis Serbisë dhe Kosovës, midis dy vendeve dhe do të merren natyrisht edhe me situatat domethënë situatën e tretë edhe me drejta civile, ndoshta edhe politike serbe, po jo në atë variantën që shpomendojnë këta, domethënë që të krijohen mekanizma paralel në Kosovë
dhe të krijohet një shtet i Republikës Srpske në Kosovë ose diçka ngjashme, pra kjo nuk do të lejohet në asnjë variant. Jo të që Kosova është shtet i vogël, me metra katror, s'ka gjë me kilometra katror, pra nuk ka çka dalë njeri, ka çka fiton, as çka hub pikë vendi, po vendi i vogël gjeografik. Prandaj duhet me rujt që të qëshosht, e di që edhe Breja ka të njëjtin qëndrim, natyrisht edhe Shebate kanë të njëjtin qëndrim, pra nuk do të ketë ndarje, nuk do të ketë domethënë bashkim mes një vend, që she ka thonë domon Atisari shumë bukur, dhe Kosova do të jetë një shtet neutral